Dhe jemi kthy të dashur miq në pjesën e dytë të emisionit. Unë e thash në fillim që do të flasim tema të ndryshme, të ftuar të shumt ku do të marrin përgjigje të gjitha ato pikpyetje të cilat juve ju kanë munduar dhe na keni rekomanduar t'i trajtojmë në këtë të diel. Në këtë pjesë të dytë së bashku me miken e emisionit Familja Jon, që çdo herë pa përtezë vjen për të kontribuar në vedisim në sëmundje dhe ndryshime të ndryshme të lëkurës. Sot, gjatë muajit maj, kur edhe po transmetohet ky emision, rëndësi të veçantë të gjithë dermatologët i kanë kushtuar kancerit të lëkurës dhe melanomës. Për të folur më shumë për melanomën dhe kancerin e lëkurës, normalisht që e kemi ftuar doktoreshën Shkëndije Dobruna, dermatologe, e cila përveç që me sa vite karrierë ka kaluar në përdor të saj ka shumë pacient që ka diagnostikuar dhe trajtuar, po ashtu një kontribut të veçantë ka dhënë në media, sidomos në emisionin Familja Jon, duke ndikuar pozitivisht në rënien e numrit ose në diagnostikim të hershëm nga informacionet që ndajmë. Mirë se erdhe, doktoresha Shkëndij. Faleminderit, mirë se u gjej. Është gjithë një kënaqësi të jem në emisionin e juaj dhe të shpërndajmë informata që janë të nevojshme për popullatën. Unë shpesh tham janë disa informata që janë jetike, dhe me thonë, nëse nuk i dim, mund të përfundoj me fatalitet nga një mos kujdes shumë i vogël i joni, sepse edhe kanceri lëkurës, me që po flasim dhe është një fokus i veçantë për vedisimin rreth kancerit, është një sëmundje që nëse me kohë e diagnostikojmë, nuk përfundon aq keq sa përfundon kur nuk diagnostikohet herët. Është shumë e saktë. Domethënë, diagnostikimi i hershëm është edhe një jetesë pa brenga. Domethënë, trajtimi edhe shërimi. A të ndalemi fillimisht tek melanoma, me që një ditë e muajit maj është një ndër ditët ku fokusohet shumë informimi dhe vedisimi rreth melanomës. Çka është melanoma fillimisht? Melanoma është kanceri i lëkurës, është një ndër kanceret më të rrezikshëm të lëkurës, të cilët shfaqen domethënë me një njollë zezë ose pa ngjyrë ose kuqrem, që shfaqen në një lëkurë të shëndosh, ose një ndryshim i ri që shfaqen në lëkurën e shëndosh, por edhe në ndonjë nishan ekzistues apo në një nishan të lindur. Është ky kancer i cili nëse domethënë zbulohet herët, mjekohet herët edhe natyrisht jetesa domethënë e mbijeton. Po, e çka është dallimi mes melanomës dhe kancereve të tjera të lëkurës, doktoresh, në mënyrë që edhe ne vetë ta dim pak një krahasim ta bëjmë? Melanoma është më i rrezikshëm. A kupton? Sepse metastazon më lehtë. Pastaj kemi edhe quhen melanoma dhe kanceret jo melanotike. Domethënë kanceret që nuk kanë ngjyrë, janë këta të tjerë, që nga këta të tjerë prap ka të rrezikshëm. Spinalioma është Merkel cell karcinoma që prap janë të rrezikshëm. Po, kur një puqër, domethënë e del, gjakos, domethënë e bardhë, ma shumë frikohen edhe lajmërohen tek mjeku, sepse kur është një ndryshim i zi, që edhe nëse ndryshon, frikohen shumë. A kupton? Prandaj dallimi mes tyre janë ndryshimet e zeza edhe jo të zeza. Edhe pse nuk ka vit të prerë, sepse edhe melanoma ka disa ftyra. Mund t'jetë i kuqremt, mund t'jetë me ngjyrë lëkurës, domethënë pa ngjyrë. Po prapë se prapë ndarja është melanotike dhe jo melanotike, kanceret. Te kjo, për shembull, a mund të ndahet edhe janë disa nishana ose pika të cilat i kemi prej lindjes, por që rrugës mund të ndryshojnë, apo janë nishana që shfaqen për herë të parë? Po, melanoma në 70% të rasteve shfaqet në lëkurë të shëndosh. Një ndryshim i ri, që s'ka qenë, por krijohet. Po krijohet, atëherë domethënë në 70% të rasteve është melanoma. Po, ndërsa në 30% të rasteve melanoma shfaqet nga nishani i lindur, ose i shfaqen pak më vonë që ndryshon me kohë. Ndryshimi domethënë në dimension, në ngjyra, mund të gjakos, edhe mund të tërhiqet pak. Domethënë, depërton brenda, asaj i thojmë në regresion. Po, tash me që jemi amater në këtë fushë dhe jo të gjithë e njohim mirë se si duket një nishan normal dhe se si duket kur ndryshon.
Çfarë duhet ta zëm ne si qytetarë qeshtë, si duhet i vetë egzaminojmë ose t'i dallojmë ndryshimet e nishaneve aktual? Po, unë gjithë një flasë pacientave që të vetë egzaminohen. Si? Që do thot kjo? Do më thonë e fotografojnë këmbën, dorën, trupin, shpinën, shputat, thonjët, sepse ato janë vende që nuk kontrollohen, do më thonë nuk i shef edhe nuk vreje ndryshime, si dhe në pjeset intime. E fotografon edhe nëse e ka dikush nga familjarët, ka pas, do më thonë ka anamnezë pozitive familjarë për melanom, çdo 3 muaj e egzaminon veten. Edhe e shef në do më thonë foto që ka pas, edhe shef a ka ndonjë ndryshim, apo ka ndonjë nishan i ri apo lezion i ri që po shfaqet. Për ata që nuk kanë familjare, është mirë 1-6 muaj. Me bo foto. Po, do më thonë e krahasojnë me foton paraprake. Edhe këta mund të bëjnë me secilin antar të familjes. Do më thonë ata bëjnë një file të tyre, edhe shofim diçka një ndryshim, shkojnë të dermatologu dhe thot ka qenë kështot, po e shof një ndryshim t'il, ose është shfaq një ndryshim i ri, atyre dermatologu e egzaminon edhe jep diagnozën, do më thonë, a kemi të bëjmë me diçka të parezikshëm, apo diçka që duhet të trajtohet. A kanë më shumë predispozita personat bjond, apo zëshkanet të shfaqen ndryshime kancerogene të lëkurës? Më të rrezikshmit janë personat me flok të kuq. Po, ata njifen si, do më thonë, tipi lëkurës më të rrezikum. Pastaj të bardhë, do më thonë, me ngjyrë tip 1 dhe 2, janë personat të cilët digjen lehtë. Kur digjen lehtë, logjikisht mbrohen. Po edhe mbrohen, se u dogja 1 herë, 2 herë, 3 herë, djegja dhem, djegja lën shenja, edhe ata din edhe vetë me u mbrojt. Ata që nxihen, do më thonë, ata nuk mbrohen fare. E dëmin e përjetojnë njëjtë, si njëra si tjetra. Po, duhet ta dinë që 3 djegje, mundësia e kancerit të lëkurës rritet mbi 50%. 5 djegje, 90%. Që në atë vend do të shfaqet kanceri i lëkurës. Djegjet nga dielli po flasim. Nga dielli, po edhe djegjet nga uji, nga vajrat, nga gazat, gjitha djegjet. Po, tek ne, do më thonë, djegjet nga dielli janë më të shpeshta, se nuk, si popullat nuk dim të kujdesemi. Me gjithse ka ndryshu, po prapë se prapë po, fatmirësisht. Ka vend për të mësuar. Po kjo është faktori jashtëm dielli, ka edhe faktor të mbrendshëm që e shkaktojnë kancerin e lëkurës, apo? Dëgjoj, faktor të jashtëm ka edhe tretmanet lëkurore. Sidomos abuzimet që po bëhen. Po, domethënë tretmanet lëkurore nga jo dermatologët. Bëjnë tretmane laserike me plazma pen, bëjnë tretmane pilinze, mbi ndryshime lëkurore të cilët nuk e njohin, se si e dermatolog. A kuptum? Edhe aty, domethënë një ndryshim i cili ka fillu, mund të jetë edhe melanom, mund të jetë edhe ndonjë kancer tjetër, ose mundet thjesht të lëndohet një nevos me këto tretmane, edhe jetë si inicuesi i parë për zhvillim të kancerit e lëkurës. Që kam shumë raste që vijin, dhe më ka trajtu këtë person, ose në këtë klinik, themi, që nuk është dashur. Natyrisht. Pasaj, çka është tjetër? Janë si çdo qelizë e lëkurës, atakohen nga ushqimet e pashëndetshme. Atakohen nga sheqeri, nga pijet që kanë shumë sheqer, shumë kafein, nga ushqimet e pashëndetshme, edhe ato në një moment, do më thonë, këto ushqime lirojnë toksina. Si çdo qelizë e lëkurës, edhe, do më thonë, melanocitet dëmtohen. Sidomos janë të rrezikshme për moshat në 18 vjeçare, sepse janë qeliza në zhvillim. Akoma janë qeliza që piqen deri në 18 vjeç. E po goditen me ushqimet pashëndetshme, do më thonë me toksine, si nga brendësia, edhe nga jashtë, do më thonë janë qelizat e cilët dëmtohen shumë lehtë, janë qelizat të njoma, edhe mundësia për kancer të lëkurës edhe të tjera, kanceret të mbrendshme, është shumë e madhe se sa të personat që ushqejnë shëndetshëm. Po, normalisht. Dhe nëse ndalemi kështu me radhë faktorët jashtëm të mbrendshëm, ishim dalë edhe te faktori i sëmundjeve të tjera, por edhe tumoreve të tjera që din me ataku lëkurën.
Kush janë predispozitat më të mëdha? Po, Për shembull tiroidja nëse nuk gaboj. çdo organ në trup jep simptome në lëkurë. Apo. Kemi raste për shembull kur ka një ndryshim i cili pas heqjes del që është metastaz e ndonjë organi të brendshëm. Mund të jetë metastaze mushkrive, që kemi pas raste. Mund të jetë metastaze stomakut. Domethënë që manifeston ose edhe metastaz e cili do organ ka manifestim kutan, manifestim lëkuror, që është domethënë si simptomi i parë që ne e vrim pacienti, lajmërohet tek ne, edhe ne natyrisht dyshojmë. Edhe vendosim atë bëhet biopsia, po ta orientojmë varësisht nga çfarë shenja na jep. Po, kështu që duhet kemi kujdes edhe në këtë pikë, sepse unë më duket në çdo emision e tham që nuk duhet me besu jo profesionistëve. Sidomos me që sot po flasim për lëkurën, është shumë e dhëmshme sa situata po ik prej dorës duke shkuar te estetistët dhe jo dermatologët. Edhe unë nuk e di edhe nga e marrin guximin deri në këtë pikë, sepse ma mirë është me trajtu vetë në kushte shtëpie se sa me rreziku në një sallon estetik ku nuk ka asnjë mjek që e njeh mirë komplet organizmin dhe është e dhimbshme. Po doktorish, karcinoma ose kanceri i lëkurës, a është prej atyre tumoreve që duhet të friksohemi shumë sepse vështirë menaxhohet, apo nëse e gjejmë herët edhe mund t'ja dalim? Kështu, nëse një kancer, edhe pse domethënë kancerit e lëkurës janë 10% të kancerit përgjithshme. Po, nëse diagnostikohet herët, domethënë nëse zbulohet herët. Për shembull stadi parë, dytë? Cili do sa. Vetëm domethënë ai rastet kur japen metastaza, atëherë domethënë po prap janë aty onkologët që ndihmojnë. Prandaj diagnostikimi i hershëm është i jep mundësi personit me jetu, siç kemi plot raste. Domethënë kemi edhe punëtor shëndetësor, të cilët domethënë kanë ardhur, është diagnostiku, e kanë hekë dhe natyrisht jetojnë normal. Për ne është trishtim i madh për me vdek njeriu nga kanceri i lëkurës, sepse është diçka që shifet. E shef, ka dalë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, duhet të lajmërohesh te dermatologu. Sepse ne kemi ekipën komplet për trajtim të kancerit të lëkurës. Domethënë, kemi 10 dermatologë që janë shumë të mirë në Kosovë. Kemi 2 ose 3 photofinder, domethënë kemi aparatura të cilët na ndihmon, na lehtëson diagnostikimin e hershëm. Mjekimi që është në rend të parë kirurgjik, kemi domethënë edhe dermatologu kirurg, që jam unë, po kemi kirurg plastik, ose kirurg tjetër përgjithshëm që e heqin. Gjithë veprojnë me protokollet e duhura. Kemi patologët që japin diagnozën, konsultohen me zveti, konsultohen edhe me mjek patolog botëror, domethënë jipet diagnoza. Kemi onkologët që në rast të domethënë nevojës e ordinojnë terapinë. Domethënë këtë arku i domethënë ekzaminimit, diagnostikimit, mjekimit tek ne e kemi. Vetëm metodë që nuk e kemi është sentinel lymph node biopsy, e cila domethënë e detekton nyjen e parë limfatike me shiku a ka në të metastaza, jo, po me siguri herët avon do të bëhet. Po prapi kemi PET scanning, domethënë të cilat e kemi ultrazone që tregon që po lëvizin diçka gjëndrat aty regionale. Domethënë sa do kudo e kemi të kompletuar mjekimin. Prandaj është trishtim me vdek një pacient nga kanceri i lëkurës. Cila është pjesa më e atakuar, predispozitat më ndaja e lëkurës që atakohet prej kancerit të lëkurës? Është fytyra, është gjoksi, shpina, kush më shumë? Pjesë që ekspozohen mas shumë të në diell edhe në solarium. Edhe në solarium. Pastaj janë pjesë të cilat domethënë nuk vrehen. Nuk vrehen në shputa. Nuk vrehen në gishtrin. Sidomos të persona, të femna që i lyjnë, thojnë,
edhe plus gjatë lyrjeve, gjatë stilimit, i ekspozohen shumë rezeve. Po. Edhe, do më thonë, vendet ma intime, koka, tek mashkujt është pjesa e këmbëve ose shpina, që shfaqet më shpesh. Më shpesh, po. Do më thonë, nuk është në vend tipik, po prapë se prapë është vendet të cilat shifen. Do më thonë, kush do mund të avrej një ndryshim i ri, po është në shpinë që mund të avrej dikush nga familjarët. Tjetër, kurse dallan ti vetë. A është e vërtet, doktorisht, nëse i ngacmojmë qoftë nishanet, qoftë lythrat, qoftë, qka do që kemi diçka që na pengon për estetik, mund të shfaqet një kancer në atë ngacmim, në atë largim? Po, tek ne është një dezinformim, që thojnë është mos e ngacmo. Edhe kanë keq kuptu që ngacmim është me hek me kirurgji. Në vërtet, kirurgjia është aja që shpëton, që ti e hek problemin. Me roj. Po, kirurgjia nuk rezikon. Qka rezikon? Qka o ngacmim? Qka do që e prek një ndryshim pa di qëfare është? Në më na kemi rase që edhe në media sociale lajmëron ky ilaq, e largon këto, po ku e din një pacient cilin mundet me trajtu me atë metod, e cilin ndoshta e prek edhe diçka që është, do më thonë që mund tjetë fillimi i një ndryshimi, ose është ngacmim, do më thonë e hekë në mënyrë sipërfaqësore, po baza i mbetet. Do më thonë ai ka mujt me qenë një kancer fillestar, ose një nishan, cilin ngacmimet nga dielli, edhe përfundimisht një ngacmim që e bojnë me metoda ilaqe popullore, me këto metoda, po ose edhe trajtimet të kimeve me laser, që kalojnë me to pa u mbrojt. Gjitha këto janë ngacmime. A mjafton se zakonisht këto trajtimet me laser të largimit të qimeve janë ose i mbulojnë me një pallum të thjesht ose me një laps të bardhë ku i bojnë pikat ku mos me kalu, si duhet mbrohen ato? Pikat me laps të bardhë është mashtrim. Mashtrim. Ajo nuk i nal rezet laserike, edhe jam në pregatitje të një punimit edhe një prezentimit rasti që ka ndodhë me një rast. Edhe shumica bojnë ashtu. Mbrojtje me palloma s'kush nuk e bën, se palloma prapë mbron ma shumë. Po mbrojtja me laps, nga laseri, edhe për qime, edhe nga solariumet nuk është mbrojtje. Domethënë ajo është mashtrim, sepse rezet e depërtojnë atë ngjyrë, edhe efekti kumulativ, domethënë çfarë është ngacmim? Domethënë grumbullohet efekti i dëmshëm, edhe ai ndryshim mundet me thjesht ai nishan mundet me ndru për të keq, ose një ndryshim fillestar prapë ndryshon për të keq, ose që i kom pas këtë vit 2 raste vajzave të reja që është shfaq një ndryshim i ri, që ka qenë shumë i dyshim, asnjëra nga ato fatkeqësisht nuk kanë pranuar për ta hequr. Që nuk e di çfarë do ndodh me ato 2 raste. Shpresoj shumë që t'jenë sa më të hershme në vendimin e tyre, kurdo që janë ato. Se e di që ka shumë pyetje, po munduam me i përkufizu disa më të rëndësishme që njerëzit që po na shikojnë me pa dhe ndryshimin të vetja vet. Përveç ndryshimit që e tha ose në matësi ose në formë të nishanit, a ka kruarje ose skuqje ose djegësim? Fatkeqësisht kanceret e lëkurës nuk japin asnjë simptom tjetër pos në dukje. Domethënë nuk kanë krurje, nuk kanë djegje, nuk kanë dhimbje. Edhe ato zhvillohen gradualisht, domethënë gradualisht deri në një mas, domethënë që fillojnë të japin metastaza. Edhe tani kur t'jipet metastaza, natyrisht që e hoqe edhe se hoqe, ata do të ndrojnë jetë, po. Kështu që ajo e hoqi edhe ndroj jetë, prapë është një mit i gabushëm, sepse nëse një melanom ka dhënë metastaza, mund të shkoj për disa muaj, edhe po ashtu po e heqe, prapë shkon për disa muaj. Ndonjëherë hiqet, për shkak se nuk është e sigurt, po tani dermatologët edhe kirurgët e kanë fillu të afusin një farë protokolli
që ta bojnë egzaminimin e krejt trupit tërësisht edhe të shofin. Nëse ka metastaza, nuk e trajtojnë kirurgjikisht fare, po e qojnë të onkologu që e fillojnë trajtimin, do më thonë, trajtimin me kemoterapi, imunoglobulina edhe shofin sa mund të i ndihmojnë. Por që është mirë mos me prit deri te këto simptoma. La përshtypje shumë, doktoresha, kur erdhë në tash e kthej edhe nga kamera, e kam bërë një renditje se si një pacient mund të jetë më i vëmendshëm në parandalim, po themi, duke të kjo kamera këto. Doktoresh, e ke shru preveno, diagnostiko, egzamino, mjeko, kontrolo nishanet e vjetra të lindura, alarmo për nishanet të reja. Një renditje që më thatë, nëse pacienti jeton me këtë rutinë, kur nuk mund t'jetë vënë në diagnostikim të melanomës ose një kancerit të lëkurës. Do me thonë, preveno, jeto shëndetshëm. Ruaju nga rrezet e diellit, ruaju nga solariumet, sidomos moshat 9-18 vjeçare janë plotësisht, do më thonë, është kontraindikim, nuk bën të nënshtrohet. Kujdes me rezatimet, do më thonë, të stilistet e thojve. Pastaj, ushqimet e shëndetshme, energy drinks që kanë shumë sheqer, edhe ambëlsinat me shumë sheqer, janë edhe ato, do më thonë, një stimulus për melanoma dhe për çdo kancer të lëkurës. Sepse ushqimet e pashëndetshme që lirojnë toksine, si në çdo qelisë tjetër ndikojnë edhe këto. Ekzaminohu, vetë ekzaminohu, vetë shikoje, kujdesu për trupin tënd. Edhe nëse shef një ndryshim të ri, lajmërohu te dermatologu. Dermatologu e ekzaminon me aparatura edhe ta jep diagnozën. Kirurgu e largon, edhe patologu e lexon, onkologu është i fundit. Gati që si çdo është të miret me melanom ose me kancer të lëkurës, po nëse ekzaminohet me kohë, edhe mjekohet me kohë. Po, është edhe një mit tjetër që do doja shumë bashkë të sqaronim në këta minuta sa na ka mbet. Shumë shpesh thuhet e kam pas moti atë ndryshim, po shkova te mjeki, fillova me u marr me to, tash jam shumë keq, do të thoni tuten edhe intervenimit me ngacmuese që e përmendëm edhe më herët. Por kjo ta sqarojmë se kjo ka një periudhë zhvillimi. Fati i saj ti ka qenë që deri në atë kohë ende s'ka metastazu. Dhe ka ardhur koha. Momentin që metastazon, si e hek në mënyrë kirurgjike, si se hek, do më thonë metastazat po. Edhe pse vazhdimisht në botë, vazhdimisht bëhen hulumtime si të veprojnë edhe të rastet me metastaza. Unë kam rast që edhe me metastaza pacientja jeton edhe edhe pas 15 vjetëve. Do më thonë kriti janë zonë, edhe metastazimi i hershëm mund të prevenohet, mund të shërohet. Shërohet, se parandalohet tashmë është, po si do qoftë, mos të friksohen, sepse gjithmonë është kjo frika. Matje kam këtë nishan, kështu që po rritet, po se kom prek. Është që kjo frika që ta largojnë, që është met, edhe mos ta lojnë me metastazu një ndryshim që mund të jetë i kufizun, i largun, pa dame të mdhaja. Definitivisht. I lokalizum, se së më viken me në fjalla. Kirurgjik nuk është ngacmim. Ngacmim është çdo metodë tjetër, ose rrezikim është kur një ndryshim i cili po zhvillohet disa muaj, 1 vjet edhe 2 vjet, edhe nuk trajtohet, atëherë ti vetë po ja jep mundësinë që ai të progredoj. Po. Kam edhe një pyetje që po besoj që të bëhet edhe prej pacientave. A mund ta shkaktojmë ne kancerin e lëkurës nga mënyra se si mirë bëjmë lëkurën, po e them kushtimisht me kremat që zgjedhim, me abuzimet që bëjmë, me tretmanet që bëjmë, sepse nga njëherë blejmë produktet të shumta, ndoshta edhe të shtrejta, por nuk e di ma janë të duhurat për lëkurën tonë. Po, natyrisht edhe për përdorimin e kremave nevojitet dermatologu ta vlerësoj, domethënë çfarë lloj lëkure për çfarë nevoje. Që mos me abuzu. Nëse nuk i ki mundësi një herë në vjet një kontroll te dermatologu, nuk ma merr mendja që ka të tillë që do më thonë nuk mund mja leju vetë një kontrol jo vetëm të ftyrës, po krejt trupit.
Kremat zakonisht nuk mund të rrezikojnë. Shkaktojnë, Jo, okej. kremat nuk shkaktojnë. Mos flasim për kremat që shiten, kremat me merkur, me zhiv. Po. Ato po. Ato po. Definitivisht. Po, për të krejt po flasën, për krejt shka po abuzojnë. Definitivisht po. Pastaj janë çdo produkte që shiten online. Online, po. Nuk janë të kontrolluara. Ato kush i shet, kush i blen, ne nuk i dim. Po. A kupton? Pastaj janë trajtimet që i bojnë jo dermatologët. Pa ditë, domethënë që një ndryshim a bën të kalohet çaj tretman, çaj pilling ose çaj aparatur, a bën të kalojë mbi atë ndryshim apo jo. Krejt ato janë rrezikime. Po, po. Kështu që duhet kem kujdes, sepse unë kur thash krema po ta fjalën në përgjithësi, po blejmë online, po marrim të rekomandime, të marrune vetë, të tjera, a mund ta shkaktojmë ne nga përgjedhja jone e gabuar, kjo ishte. Përmes kremave mund të përcillen edhe helme të ndryshme. Po. Domethënë, që kujdeset në blerjen e kremrave, janë kremat e caktuar që nuk guxojnë në shtatzani. Janë kremat e caktuar që nuk guxojnë të fëmijët. Po. A kupton? Sepse, domethënë kanë efektin të cilet mundet me u përthithë dhe me dëmtu. Prandaj, se është dermatolog. Shumë e vërtet kjo. Te kjo për kufizimi që e ke bo, kontrollon nishanet e vjetra dhe të lindura, dhe alarmo për nishanet të reja, a kemi nivel të tillë ku vi me i kontrollu nishanet e reja? Kanë fillu. Kanë fillu, domethënë, gjeneratat e reja veç kanë fillu, se dhe po lexojnë. Në media sociale pak edhe japin informata njerëz që nuk kanë njohuri, edhe ka raste që e përshkruajnë një ndryshim që i alarmon. Edhe natyrisht ata pastaj vinë edhe kontrollojnë që i ka edhe të mirat edhe të këqija. Po jemi ma mirë. Po prap se prap nuk ka nevojë të japim panik njerëzve. Thjesht një ekzaminim, një herë në vit, një ekzaminim i trupit 2 muaj pas ekspozimit të fundit. Sepse një nishan ose nishanet pas ekspozimit në diell duken të tmerrshëm. 2 muaj ditë është ajo koha sa lëkura e ripërtrin, i ndihmon mu ripërtri atij nishanit. Po nëse ai dëm mbetet edhe mas 2 muajve të ekspozimit, atëherë ne duhet me ndërmarr. Prandaj edhe ne ju themi 2 muaj pas ekspozimit të fundit duhet të vish për ekzaminim ose mbroju. Prandaj edhe është muaji maj, është muaji i ngritjes vedisimit, sepse i këshillojnë pacientat që të mbrohen. Mbrohen me rroba, mbrohen me krema, mbrohen me kapela, edhe ta shohin veten sepse zdishen, edhe mund të shohin diçka që ndoshta nuk kanë kohë gjatë bërjes tush, edhe vishën e nuk kanë kohë ta kontrollojnë veten, ta analizojnë veten. Ndërsa kur janë me bikine mund të shohin diçka më shumë, edhe atëherë të lajmërohen te dermatologu i parë që e kanë më afër. Jemi drejt fundit edhe te kjo pjesa e mbrojtjes, diellit, bikineve. Ta sqarojmë edhe një herë për publikun, e di se disa herë bashkë kemi sqaruar këto, mbrojtja gjatë ditëve të pushimeve verore. Futja në ujë, pastaj dalja. Si duhet funksionoj mbrojtësi? E lyjm trupin në mëngjes, futemi në ujë dhe me njëherë duhet ta lyjm prapë, apo sa qëndron një faktor? Jo, ekzistojnë krema që janë rezistent ndaj ujit. Kështu që me qenë se rreziku më i madh është në ujë, do me thonë, atëherë duhet gjysmë ore para se të futesh në ujë, të lyhesh, edhe pastaj futesh në ujë, që ajo do të mbrojë edhe 1 orë gjysmë. Pastaj. Po personat që janë të ndishëm mund të futen me kapele, në plazhat jashtë në përbot, njerëz lahen edhe me kmisha të bardha, të dukshme, besa që kanë edhe kapelen me veti, se janë persona që digjen lehtë. Prandaj, ti digjesh lehtë, po mos se nuk ke nevojë të largohesh nga plazha, se mbrohesh. Domethënë ti përjeton gjitha të mira që ti ofron pushimi, po jo t'ja lejosh djegjeve kur ki, domethënë rroba, ki kapela, ki krema. Kremën nëse rri në diell duhesh ta riaplikosh çdo 2 orë. Çdo 2 orë. Po, nëse don, ajo mund të mbrojë edhe 5 orë. Po nuk të mbrohen nga dëmet e mëdha. Kështu që çdo 2 orë, po prap nëse është 50 mbrojtësi, prap i lejon 2% të rrezeve të depërtojnë në lëkurë, që mjafton për një nxirje të vogël.
ose ti mund të ekspozohesh në diell edhe në prej orës 8 deri në 10 pa u mbrojt, nëse dielli nuk është shumë i fortë, po i mbron vetëm nishanat, që mjafton të marrësh vitaminë, ta prodhon lëkura, domethënë trupi vitaminën D, edhe të marrësh një ngjyrë. Po, unë shpresoj shumë që këto informacione t'i marrim që themi vëth në vesh, sepse janë të nevojshme për një jetë edhe një mirëqenje me një kujdes të vogël, ne mund ta kemi një jetë shumë cilësore dhe më të gjatë. Sepse sado që mund të themi është lëkurë, është larg zemrës, prapë se prapë është një rol jetik që edhe metastazat i ka edhe në organet tjera, që që the e ka shpesh nga mushkria, shpesh nga zora, e të tjera burime. Po. Kështu që duhet të kemi shumë kujdes. Definitivisht, domethënë lëkura është pasqyra e krejt të organizmit. Gjithë organizmit. Doktoresh, unë shpresoj shumë që puna jote e përditshme dhe krejt këto informacione të merren po ka seriozisht sa e marrim edhe fuqishëm emisionin që ta parandalojmë dhe të kemi sa më pak pacient. Kështu që unë të falenderoj shumë që gjithmonë je pozitive në pyetjet dhe në kërkesat tona me këtë. Faleminderit, na jemi pozitiv, sidomos kur e shohim që të rit, domethënë vinë për ekzaminim edhe i sjellin edhe familjarët. Po. Domethënë edhe moshat më të shtyra, edhe i bindin që duhet të ekzaminohen edhe të trajtohen në mënyrë kirurgjike kur është e nevojshme. Në një fjalë, lëkura duhet të hyjë në kalendarin tuaj të check-upeve të rregullta, siç janë analizat, siç e shikoni tensionin, siç e shikoni çdo gjë tjetër rutinor, lëkura të paktën një herë në vit duhet të jetë një pasqyrë e gjendjes dhe menaxhimit. Faleminderit shumë edhe një herë, doktoresh. Faleminderit. Kisha shumë kënaqësi të kisha në studio. Ndërkohë, të dashur miq, prej doktoreshës Shkëndi do të vazhdojmë të flasim po për shëndetjen e lëkurës së bashku me doktoreshën Sidita Sopjani, e cila është përfaqësuese e Kosovës në shoqatën ndërkombëtare të Euromelanomës, edhe ky është viti i 4 që organizojnë fushatën vetëdijsuese kundër kancerit të lëkurës. Se si ka ecur fushata, se çfarë kanë përfituar qytetarët, a ka pasur raste të diagnostikimit gjatë punës së përditshme, sa kanë bërë me qytetarët e detajet tjera do t'i mësojmë me doktoreshën Sidita.